Rrugët e parregulluara në zonat informale të Shkodrës në ditë me shi bëhen pothuajse të pakalueshme për shkak të gropave dhe ujrave të mbledhura. E tillë është dhe situata në rrugën Selim Çoba në zonën informale të ish stacionit të Zoteknikës në Kiras, e cila shërben për qindra familje. Banorët kujtojnë se me këtë situatë përballen prej më shumë se 30 vitesh, sidomos gjatë dimrit, ndaj përsërisin kërkesën Bashkisë Shkodër të zgjerojë projektin e infrastrukturës dhe për zonat informale. Mirë kishte kënë Bashkia me shiku këtë rrugë, ku në ollën a përshaun në këtë lagje, se ashtë disa vite si marrën kronika televizive, edhe ala deri më sot nuk ka shiku kjo punë. Shkurtimisht, kësa e thonë, në vitin 2025, të ndodhet në qytetin e Shkodrës kjo gjene rrugët e mira sashtë për bashkin, për qeverin. Fëmijët e shkollës s'kan ka me kalu, se të difton vetë puna se s'kan ka me kalu. 30 vite kjo gjene. Unë kishe me thonë për bashkin, mirë kishe kanë me vu dorë bashkin këtë punë. Derisa çdo rrugë ashtu shtru bashkia, nuk është se nuk ka punë mirë, ka punë mirë, por ama do të ishte mirë me punë edhe këtu në lagjen tonë. Pavarësisht se nuk kanë munguar investimet në infrastrukturën e zonës informale të Shkodrës, nevojat mbeten ende shumë të mëdha pasi mijëra banor detyrohen të çarkullojnë në rrugë të tilla gjatë stinës së dimrit.